Me që përshëndetje, është një transformator I PC-s, po mirë, po dalin thëtë e ka 12 watt. Po mirë, po për këtyne telave, dush me ditë se cili tel e aktivizon, dhe më dhe ndaj se kjo s'ka pull, atëherë duhet me ditë se është që këtë teli I gjelber me dziun këtu, nëse doni me aktivizu. Atër na duhet një pjesë tel kështu edhe I lidhemi qëtu. Shqoni videon deri në fund dhe do e aktivizojmë këtë elektromotor për gjithë shka do me thonë adapter me bo. Shini me që kemi lidh dziun me gjelbertin edhe e fusimi në rrym. Me njëherë fusimi në rrym edhe motori është të fly e kemi fut në sistem normal që do të më punu edhe audio kaseto. Shini ka problem kjo pak me shini është gjendje të rregullt. Nëse ju ka pëlqy video edhe nuk I keni iden se si me aktivizu këto, atëherë është teli I gjelber me telin e zi që duhet më lidh është kontakt. Gjitha këto tjerat daljet janë ka 12 watt që mundi mi përdor për aku, për mjete ndryshme, për adaptera ndryshme, është një lloj transformatori që mund më përdor për adapter. Nëse ju ka pëlqy video, shini që të punu. Shini? është aktivizu në mënyrë direkte. Unë ju falenderoj që na ndëqët, për ma tepër video si kjo, ju kisha lut na bëni follow, njëkohësisht edhe kanalin tim në YouTube për gjona elektronike dhe gjona të ndryshme. Ju falenderoj të gjithëve. Edhe shini. është aktivizu me njëherë. Unë me vërtetu me nej diçka të vogël. Ja shini dhe kesën që ka fryn shutra. Thank you for watching.